Pothuajse asgjë sot nuk funksionon si duhet në Prishtinë, nga trafiku te parkimi, nga ndriçimi publik deri te kanalizimet, nga sistemi i çerdheve i shkollave, është kthy drejt e prej aeroplanit është bërë kryetar i komunës. Unë e njoh shumë mirë këtë qytet. Për shkak të bashkëqeverisjes në këto 4 vite, LDK-ja dhe PDK-ja duhet të shkojnë në opozitë në Prishtinë. Nuk ka shkop magjik. Unë nuk premtoj mrekullina, unë premtoj atë sa mund të bëjmë. Energjia është pozitive, mirë po e ngarkuar shumë me një lloj pakënaqësie me përditshmërinë që e kemi në qytet. Mendoj që nevoja kurrë nuk ka qenë më e madhe për ndryshim, sepse ajo çfarë ndodhi para 4 viteve në Prishtinë, në zgjedhjet lokale, ishte një lloj përcaktimi i qytetarëve për një kandidat të cilin nuk e njihnin fare. Por funksionoi megjithatë një lloj promovimi, një lloj marketingu në atë kohë, edhe një shpresë u ngrit të qytetarit që dikush nga jashtë, një profesionist në fushë, mund të jetë zgjidhje për qytetin. Po tashmë kanë kaluar 4 vite, rezultatet janë këto që janë jo vetëm minimale në raport me premtimet çfarë kanë qenë para 4 viteve, por ajo çfarë e marrën sot si feedback nga takimet me qytetarët, nëse edhe vetë jam banor i Prishtinës, edhe i shoh shumë mirë problemet, është se pothuajse asgjë sot nuk funksionon si duhet në Prishtinë, nga trafiku te parkimi, nga ndriçimi publik deri te kanalizimet, nga sistemi i çerdheve i shkollave dhe shumë të tjera. Në asnjë nga këto sektor, nga këto fusha nuk kemi përmirësim, përkundrazi në disa prej tyre kemi edhe degradim. Kjo temë ndonse legjitime, është pak paradoksale se nuk është bërë temë para 4 viteve. Sepse ne kemi pas atëre kandidatin i cili për rreth 3 dekada nuk ka jetuar fare në Prishtinë, dhe është kthy drejt e prej aeroplanit është bërë kryetar i komunës. Mendoj që nganjëherë standardi i njëjtë nuk aplikohet për të gjithë, për vetëvendosjen shpesh opinioni publik e ka një standard pak më të veçantë, pak më specifik. Unë dua të besoj që standardin specifik e kanë sepse edhe pritjet i kanë më të mëdha nga lëvizja vetëvendosjes. Së dyti, unë vetëm pjesën e fëmijërisë e kam jetuar në Prizren. Pjesa tjetër e jetës sime nga mosha 18 vjeç e këndej, lidhet me Prishtinën, me studimet, me angazhimin, me familjen, me punën, kontributin e të tjera. Unë e njoh shumë mirë këtë qytet. Kjo është strategji elektorale e tij, sepse kur nuk ke punë, nuk ka rezultate konkrete të punës, edhe ashtu që po të afrohen zgjedhjet, ti duhesh me thonë diçka. Më e mira kish me sen që pas një mandati me kaq shumë dështime, mungesë të rezultateve, një njeri me pak integritet nuk kish me kërku edhe një mandat. Kish me thonë, provova, mbase ka pas qëllimin e mirë, nuk arrita dhe tërhiqem. Po unë pak çuditem edhe se si kanë ftyrë, po them kështu, me kërku edhe një 4 vjeçar kur nuk e ki asnjë rezultat konkret. E mungesa e rezultateve i ka detyruar këta me e shpik këtë strategji elektorale, me thonë që na deshtëm, po dikush tjetër nuk na la. Veç si informat, sepse asnjë nga këto akuzat e tij për bllokim, ai nuk i mbështet me fakte e me dëshmi. Unë kam nxjerr pafund dëshmi për me tregu që është e kundërta. Pra unë jam i interesuar që kur e marr detyrë, nëse më jepet kjo përgjegjësi nga qytetarët, të punoj me të gjitha grupet politike që përfaqësohen në kuvendin e komunës, të synojmë, të ndërtojmë konsenzus, para se të shkojmë me atë shumicën e thjeshtë që duhet për me i kalu vendimet, dhe në këtë kuptim unë do t'i ftoj të gjithë. Do t'jem shumë i hapur me të gjitha grupet që përfaqësohen në kuvendin e komunës. Mendoj që për shkak të bashkëqeverisjes në këto 4 vite, LDK-ja dhe PDK-ja duhet të shkojnë në opozitë në Prishtinë. Nuk jam shumë i thtar i një perspektive që këtë është si garë mes individëve, si kur tjetë nëj betej kështu sportive, kush për deli pari apo kështu, e shoh ma shumë një lloj ballafaqimi të koncepteve, të ideve edhe të programeve, po që janë të prekshme. Jo ato vizatimet bukura që premtojnë mrekulli, po që qëllimin e vetëm e kanë mja marrë votën qytetarit,
e pastaj vazhdojnë me motive e angazhime të tjera. Dhe në këtë kuptim, unë nuk jam të pa as artikulim, as koncept, as vizion nga kundër kandidatët e mi. Nuk ka shkop magjik, unë nuk premtoj mrekullina, unë premtoj atë sa mund të bëjmë, po nëse aty e kam ndihmën e qytetarëve, zgjedhjet mund të jenë edhe më të mira, por edhe më të qëndrueshme. Në këtë kuptim, unë jam shumë i motivuar me përgjigjen që po e marr prej qytetarëve, dhe jam shumë i sigurt në fitoren tonë. E vetmja reformë që ka ndodhur në transportin publik të Prishtinës është ai mandati 2013-2017 i lëvizjeve vendose, ku është fuqizuar ndërmarrja komunale trafiku urban dhe janë bler autobusë të ri. Nga ajo kohë nuk ka ndodhur më asgjë. Për fat të keq tashmë edhe ndërmarrja komunale operon me humbje, sepse ka mbipunësim, edhe nuk ka një qeverisje efikase. Ne do të angazhohemi që menjëherë në vitin e parë cilëm të paktën 30 autobusë të ri, disa nga të cilët do të jenë edhe elektrik, sepse do të punojmë edhe në çështjet e uljes së ndotjes së ajrit. Së dytën e propozojmë një korsi të veçantë vetëm për autobusët, pra që të ketë shpejtësi më të madhe të lëvizjes përmes trafikut urban. Propozimi ynë është që në 4-5 pika të hyrjes së qytetit të ndërtohen parkingje të ndaja publike, ku këta qytetarë që vinë nga vendet e tjera parkohen aty dhe ato vendet e parkimit lidhen me trafikun urban. Kemi mundësi ta marrim me njëherë autobusin me një bilet që e pagun parkingun, pastaj edhe e bën lëvizjen gjatë gjithë ditës përmes autobusit në qytet. Ne kryetar komune që nuk është në gjendje me mbajt qytetin pastër, realisht nuk është për atë punë. Dhe ky dështim ka qenë nga dështimet që nuk mbahen mend ndonjëherë në Prishtinë. Edhe në periudat më të vështira të pas luftës, Prishtina nuk ka qenë kaq e papastër, kaq e pamirëmbajtur dhe kaq e mbuluar me brllog në të gjitha lagjet dhe fshatrat e qytetit. Ne kemi nevojë me e reformu ndërmarrjen komunale pastrimi. Sot pastrimi punson mbi 900 punëtor, ku vetëm 1/3 janë punëtor të terrenit, të tjerët janë administratë. Kemi nevojë me ndru qasjen e maspari klasifikimit të mbeturinave në burim. Propozimi është ky, të mos e komplikojmë me 4-5 lloje të klasifikimit, fillimisht shkojmë me 2 shporta, organike dhe jo organike. Kemi nevojë për më shumë kamion, por të specializuar në ato që janë të riciklueshme dhe në këto tjera që janë organike. Pastaj quhen stacione të grumbullimit, janë ato që ndërtohen në një 3-4 pika të qytetit, ku kamionet kanë mundësi me qarkullu më shpesh brenda qytetit. Kjo nisje me nguti e mësimit tërditor ka qenë një gabim në hapa, ka qenë më shumë fushat politike për dikend, e unë kam kundërshtu, jo sepse fushatat politike janë të ndalume, po janë kurriz të fëmijëve. Kjo ka qenë një kërkesë minimale etike parimore që fëmijët të mos përdoren për të ndërtuar dikush karrierë politike. Reformimi i sistemit të arsimit kërkon para së gjithash hapësina më të mëdha. Shkollat i kemi shumë të ngarkuara. Ka shkolla me 40-45 nxënës brenda klasës dhe kemi shumë edhe dallime. Të gjitha rinovimet që do t'i bëjmë për shkolla, do t'i bëjmë me një sistem të integruar. Fillimisht rritja e hapësinës së shkollës.